Çfarë donit? Ja ku jemi, 5 lajmet më të fundit për skuadrat e tjera të Serie A. Merkato e Serie A po lëviz me hapa të shpejtë dhe surpriza interesante për shumë ekipe që synojnë disa mbijetesë, disa të luftojnë dhe për Europën. Ja 5 lajmet kryesore të datës 15 dhe 16 qershor. Lajmi i parë, Fiorentina firmos me Edin Dzeko, sulmuesi bosnjak. Edin Dzeko do t'i bashkohet Fiorentinës me një kontratë 1 vjeçare dhe opsion rinovimi për 1 vit tjetër, duke sjellë eksperiencën dhe fuqinë në repartin ofensiv të vjollcëve. Lajmi i dytë, Como regjistron blerjen më të shtrenjtë në histori. Martin Baturina. Me sfushori kroat, Martin Baturina është zyrtarisht si lojtari më i shtrenjtë në historinë e Komës, me një marrëveshje deri në vitin 2030 dhe një shifër transferimi për 25 milion eurosh. 3. Atalanta blen përfundimisht mbrojtësin Odilon Kosunun. Mbrojtësi nga bregu i Fildishit, Odilon Kosunun, pas një sezoni në formë muazimi, është bler përfundimisht nga Atalanta dhe do të jetë pjesë e ekipit, pjesë e grupit për vitet në vijim. 4. Roma, interes për talentin brazilian Emiliano Pallasso. Klubi i kryeqytetit po ndjek nga afër talentin brazilian Emiliano Pallasso, i cili është gjithashtu në shenjesën e disa klubeve të tjerë të mëdha në Itali. 5. Lajmi i fundit, Alberto Gilardino, drejt pakinës së Pizës. I sulmuesi legjendar Alberto Gilardino është pranë marrëveshjes për të marrë drejtimin teknik të Pizës, një skuadër që ka synimin në rikthimin në elitën e futbollit italian. Për sa i përket orari lajme për Napoli, Juventus, Inter dhe Milani, në orën 18:30 kemi Napoli, 19:30 Juventus, 20:30 kemi skuadrën e Inter dhe në orën 21 të gjitha 5 lajmet e fundit. Për Milani, qëndroni me ne për informacione ekskluzive dhe analizat e merkatos për ekipit e juaja të preferuar. Për të mos humbar asnjë lajm të merkatos dhe për përditësimet të shpejta, bëj pjesë e komunitetit A2+, bëj follow faqen, shpërndaje sa më shumë dhe bëj tag një shok dhe lej komentin tënd.